A i del, do më thonë kështu para medjave, edhe deklaron se tash erdhë fabrika, unë ju kom premtu se do të vendosi në Mitrovic, edhe se kjo fabrik mu ka kushtu 27 milion euro. Me qenë shumë i sinqert, unë jam shumë kureshtar, për arsye se e njoh pak teknologjinë në përgjithësi, edhe jam interesu, do më thonë, në dogan me pa seriozisht sa ka kushtu, po mendoj, ajo pajisje. Edhe çka kum, do më thonë, deri të cilat shënime e marë, në ne që ajo pajisje nuk është e Agim Bahtirit, por ajo pajisje është e zotit Bexhet Pacolli, gjithësisht Mabeteksit. Cilë po mendon, kjo për Këpurdha? Për Këpurdha, që ka ardhë, do më thonë, është importume në emën të Mabeteksit, edhe se çmimi i deklarimit ka qenë as ma shumë, as ma pak se 270.000 euro. Prandej 27 milion. Për të njëjtat pajisje cilat i ka thënë që jo 27 milion. Pikrisht, i ka deklaru se kushtojnë 27 milion, kur jo më interesu në dogan me i pa, do më thonë, vlerat reale, e kom pa që as nuk është fabrik gjithësisht pajisje të Agim Bahtirit, por nikosisht e kom pa se ato pajisje vlerën e, do më thonë, doganimit ose zhdoganimit e kanë pas 270.000 euro, e jo 27 milion. Për llogaritje më të përshpejtume, po ju them se vlerën e ka arrit për 100. Qëllimi i tij nuk ka qenë ai me ble dikun tokë, ose atë fabrik me vendos dikun tjetër, po qëllimi i tij ka qenë që atë fabrik me e vendos në tokën e vet, ku tani veç është e vendosne, për arsye se ai ka dasht me marrë qira për zotit Pacolli. Tash e kemi një situatë të tillë që fabrika... Për shkak se pajisjet që i përmendi kanë qenë në emër të Mabeteksit. Po krejt projekti është i Mabeteksit. Ju sot nëse shkoni atje me pa, keni me pa, po mendoj kështu të gjithë njerëz që zhvillojnë projektin, është projekt i Mabeteksit. Kurse unë isha vetë aty dhe punëtorët që punojnë. Unë kisha lutur me vërtetu. Kurse Agim Bahtiri pe asaj e merr vetëm qiran. Unë shumë kisha pas dëshirë që ajo fabrik me pas jetë të gjatë, me pas prodhim, dhe më thonë të mirëfillt, kvalitet të mirë, me pas eksport. Mirë po të njoft Agim Bahtirin, unë mendoj se asaj fabrike nuk i shkruhet bashmirë, për arsye se ai me mentalitetin e vetë, ka sigurisht me kriju konflikte të Bexhet Pacolli, gjithësisht konflikte të imagjinume për me mujt ka dal me ja përvetësu fabrikën.